Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas vdekjes së vëllait, flet për herë të parë Gjesti. Këngëtari i njohur Gjesti është prononcuar me anë të Instagramit të tij për herë të parë. Në fakt, ka qenë menaxheri i Gjestit Bonart Ajvazi, i cili ka bërë një paraqitje të re në rrjetet sociale. Këtë herë, Bonart i njoftoi se projekti muzikor i Gjestit Veshundrequ ka arritur plot 20 milion klikime, një sukses i madh për artistin. Nga ana tjetër, këngëtari që fitoi zemrat e mirave shqiptarëve pas pjesëmarrjes së tij në Big, në atë të Shqipërisë dhe të Kosovës, po kalon akoma ditë shumë të vështira bashkë me familjen. Tashmë janë bërë më shumë se 3 javë që nga vdekja tragjike e vëllait të tij, Eldionit, i cili humbi jetën pas një aksidenti në trafik rrugor, një aksident tragjik në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën.